Të në gjatë jeta me shpresoj që jeni mirë, zëri em nuk tingëllon si që po tingëllon gjithmonë, sepse jam e ftofër, por si do që tjetë, unë do t'i tregoj sot se çka po vesh. Atëherë, si që po e shene, ambienti ndoshta është pak më ndryshe, sepse më ka ardhur dhoma e re. Po do të bëj një video tjetër ku do t'ju tregoj se si ka dalë në përfundim, për shkak se kjo hapësira këtu, ku po duket tash për momentin që një kohë dukeshin valigjet, kam me u mbush me libra, normalisht, edhe kam fillu me i marr librat ngadal prej garderobës që e kemi pas poshtë, jo garderobës lart, edhe me i vendos librat këto, kështu që kur ti përfundoj gjitha, besoj që kam ju tregu në një video se si ka dalë rezultati pas një pritje shumë të gjatë të dhomës time të dashur, ose ndryshe që e kam quajtur dhoma e kontentit. Atëherë, unë po ju tregoj sot se çka po vesh, e kam këtë fundin e shkurt, që në realitet janë pantallona, se duken kështu, edhe këtë këmishën që nuk e kam bërthyt gjithën, tash po e shoh. Këtë këmish e kam ble në H&M, për ndryshe, e di që gjatë gjithë kohës jeni të e komentu faktin pse unë i tham H&M. E kam tregu në një video që H&M më kam bejt për herë parë kur unë kam qenë në H&M, kam qenë në Suedi, edhe suedisht thirrët ose quhet H&M, edhe mu veç më kam bejt shprehi, sepse ka qenë hera parë kur unë kam ble në H&M gjëra në Suedi, kështu që nuk do të thot ndonjë gjë tjetër, është thjesht e thënë në gjuhë të ndryshme. E thënë në gjuhën suedeze. Kjo është nga H&M i famshëm. Ky fundi është nga kotoni, mund ta gjeni edhe në koton në Shqipëri, por mund ta gjeni edhe në Albi Madh. Unë e kam blerë në Albi Madh, kështu që nuk e kam gjetë faqen e kotonit të Kosovës, edhe kushdo që më ka pyet e kam bë tag faqen e Shqipërisë, po besoj që është e njëjta kompani. Për me bë pak më ndryshe, me qenë se jemi në pranverë, më në fund jemi në pranverë, nuk e di pse u gëzova kaq shumë, kam e marrë diçka që e kam ble në... ku e kam ble? Qika e Agjit, Ylka, e përshëndet shumë, se nuk po e përmendi në për video, ma ka ble në realitet në shenjë, se dhe më kujtu shenjë, o zot. Kjo duket kështu, nga mbrapa duket kështu, edhe është shumë e lezetshme. Me dëshirën time, për shkak të rahatisë, do kisha vesh balerina, për shkak se vitin e kaluar në Amerikë kam ble për herë parë 3 parë balerina, edhe më kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë, kanë qenë shumë të rahatshme, kanë qenë shumë thjeshta edhe shumë elegante, edhe më janë kombinuar me pothuajse çdo veshje që e kam pas. Me dëshirën time më të madhe kisha vesh balerina, po kësaj here po veshi çizme të gjata, meqense akoma koha nuk është edhe shumë e ngratë. Kjo letër do të me hekët letër, se po dalë kjo letër këta. Kështu po dukem si përfundim. Vendos me marrë këtë çantën, me qenë se më shkon me ngjyrat neutrale që jam tu i vesh sot. Thjesht, bukur edhe elegant, tipik për pranverë. Si gjithmonë, tringa juaj e dashur edhe pak e ftofur, sot ju përshëndet edhe ju puth shumë. Miru pafshim!